Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos është shprehur skeptike në lidhje me propozimin e Aleksandar Vučićit dhe Edi Ramës, të cilët bën thirrje për përshpejtimin e integrimit të vendeve kandidate në tregun e përbashkët të BE-s dhe në hapësirën Schengen pa marrë të drejtën e vetos. Sipas një artikullit Politico, komisionerja e BE-s për zgjerim ka deklaruar se nuk është e sigurt nëse Aleksandar Vučić dhe Edi Rama e dinë se sa duhet të arrijnë nëse duan të jenë pjesë e Schengenit. Nuk jam e sigurt nëse Vučić dhe Rama e dinë sa duhet të arrijnë nëse duan të jenë pjesë e Schengenit apo tregut të përbashkët dhe se procesi i reformave është i vështirë si për integrimin ekonomik ashtu edhe për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ka thënë Kos. Por nga ana tjetër, ajo tha se BE duhet të ndryshojë rregullat e saj për të mundësuar një valë të re vendesh që t'i bashkohen, duke u bërë thirrje kryeqyteteve të paraqesin planet e tyre pasi hodhën poshtë propozimet e komisionit për të përmirësuar procesin.